është Argentina në një finale që vuajti shumë, me gjithatë erdhi fitoria me atë gol të realizuar. Ne do të mundohemi të lidhemi edhe me kolegët tonë të cilët janë Angel Bërvatosin e kemi në Sheshin në Prishtinë, pastaj e kemi edhe Andin Lokajn në Prizren, kurse e kemi edhe në vendin e ngjarjes kush tjetër pos Arlind Sadikut, që po shpresojmë të i kemi në lidhje direkte edhe të shohim se si është duke u përjetuar festa edhe në Kosovë, po edhe si është duke shkuar atje në Amerikë. Andi, po këthemi, para se të vazhdojmë me kolegët tonë, po këthemi këtu me vlerësimin e lojtarëve. Po, do të shojmë disa nga lojtarët kryesorë që kanë qenë këtu për kombëtarën e Spanjës dhe që kanë dhënë kontributin më të madh, duke nisur me Lamine Yamal. Lumnica, filloj me ty, çfarë note do t'i vësh Yamal dhe ndoshta ai nuk ishte ai ylli që kemi pritur, megjithatë arriti që të shpallet kampion bote? Nuk ka qenë futbollisti më i mirë i Spanjës. Është prit shumë më shumë nga ai, në bazë performancës që ka në klub edhe moshës që ka, atraksionit që ka, po në shumë ndeshje apo në shumë situata loje nuk ka qenë element. Edhe madje unë mendoj që në finale sot ishte shumë më mirë sa disa ndeshje që ka qenë. Edhe është prit që t'jetë futbollisti kyç i Spanjës, por nuk ka qenë futbollisti kyç i Spanjës. Pse mendojnë që nuk arriti të shfaq potencialin edhe gjithë i përmbush pritshmëritë? Është shumë vështirë në këtë ekip të Spanjës ku krejt grupi luan futboll të bukur, mu veçu një individ. Është e jashtëzakonshme. Do të thotë në të kaluar nuk është veçu veç Xavi, është njëjtë kaloi Iniesta, njëjtë Xavi, njëjtë ai tjetër edhe futbolli spanjoll është i ndërtuar në atë element që nuk fokusohet te një individ, as të performanca e një individi. Ajo që am la për shtypje andi, tani e pashtë një statistikë që tek Spanja nën futbollist janë në grumbullim të Atletico Madridit. Ndërkaq Atletikon e gjykojnë që nuk luajnë futboll të bukur. Kishte më shumë kontradikte këto që mbase na demanton shpesh. Ose shumë të lojtarët të Atletikos ishin prezente. Po, definitivisht grupi më homogen, grup që s'ka pas asnjë polemik brenda, spaku nuk është fol sepse mediat botërore kanë ulumtime të jashtëzakonshme dhe dinë mi nxjerrat. Teksa jemi duke folur vetë se kemi Arlind Sadikun, më shpejt për Amerikës lidhet se sa kolegë tonë Kosovë. Linde, si është atmosfera tek vendi i ngjarjes? Ju përshëndes Sulbiona, kam të vështirë të ju dëgjoj sepse jam në mesin e tifozëve të Spanjës dhe mund ta dëgjoni vetë atmosferën. Një fitore besoj e merituar e spanjollëve sepse luftuan, ishin dukshëm më të mirë në çdo aspekt dhe besoj që edhe brenda 90 minutave me pak fat kanë mundur ta fitonin titullin e kampionit. Po festojnë në këto momente siç po shihni lojtarët, ndërkohë po bëhet gati edhe ceremonia. Çfarë mund të them, Spanja befasi ishte paraqitja e Argentinës që me të vërtet la shumë për dëshiruar sonte, sidomos Leo Messi nuk e posh kapitenin e Argentinës në asnjë moment të ishte i përfshirë në lojë, as në momentet kur pati fërkime, as në momentet kur pati duele, luftë në fushë. Ishte disi indiferent dhe i qetë, ndryshe nga ndeshja e kaluar e Argentinës kundër Anglisë ishte zjarr. Përgjithësi sonte ekipi i Argentinës ishte ndryshe. Së rashtim të 2-3 individëve, Giuliano Simeone apo Enzo Fernandez, ishte themi të diskutueshëm ai anulimi i golit të Spanjës të Nico Williams, megjithatë mendoj që drejtësia në fund fitoi dhe Spanja me merit shpallet kampion. Mirë, Lindi, e di që e ketë vështirë na dëgjosh tu nga studio, megjithatë çka mendon që ndikoi sonte te Argentina dhe pse nuk arriti të performoj në mënyrën më të mirë? Po mendoj që Argentina nga fillimi nuk e nisi mirë. Ishte interesant ai reagimi i Leo Messit që disa orë para fillimit të ndeshjes e lëshoi një komunikat, një mesazh për tifozët e Argentinës, duke theksuar se çfarë do të ndodhë në finale, ne duhet të jemi të gjithë dhe të festojmë. Dhe më të vërtet tash kur përfundoi ndeshja dhe e shohim këtë performancë të Argentinës, tingëllon shumë i çuditshëm ai mesazh që ka lëshuar dje Messi për tifozët. Megjithatë tifozët e Argentinës janë krenar, vazhdojnë të qëndrojnë të gjithë atje dhe kanë duar trokitur lojtarët, por tash epiteti i titullit të kampionit të botës ka lënë nga Argentina tek Spanja, derisa mund të shihni edhe tifozët
që po festojnë. Janë shumë më tepër Argentinas se sa Spanjoll sonte në New Jersey, por janë nga kjo ona e Spanjollëve dhe të gjithë normalisht janë në festë. Mirë, Lindi, një koment edhe për Spanjën, natyrisht konfirmohet si dominues janë në futbollin botror. Si e vlerëson paraqitjen e tyre edhe në këtë finale, por edhe gjatë gjithë kampionatit? Ka qenë brezlënëse, që dhe mos në aspektin defanziv, edhe sonte e dëshmoj Spanja që pse nuk ka pranuar gola, pse ka pranuar vetëm një gol deri tani në këtë kampionat botror. Një prej sulmeve më të forta të këtij botrore neutralizoi komplet. Dhe me këtë paraqitje sonte tregoi që ajo fitoria ndaj Francës, fitoria me dominim në çdo aspekt, nuk ishte e rastishme dhe besoj që një prej kombëtarëve që ka fituar më me merit titullin e kampionit mund të jetë Spanja, sepse në çdo ndeshje ka dominuar përpos në duelin e parë, nëse kujtoni kundër Kepit Jeshil që befazoi, të gjitha ndeshjet tjera i ka dominuar. Kërko përshini edhe Scalonin, trajnerin e Argentinës, i cili shkoi dhe ja uroi titullin çdo futbollistit të Spanjës në mënyrën më të mirë sportive, dhe kanë ardhur këtu edhe lojtarët e Argentinës të afër. Ndërkohë po bëhet gati dhe skena që kanë trofeun gjigant që është bërë gati. Në këtë pjesë është edhe presidenti SBA-ve Donald Trump, i cili pritet të zbres në skenë për të dhënë edhe medaljet. Ka pasur shumë fytyra të njohura prezente sonte në New Jersey, në mesin e tyre ishte Lindi, nëse ka mundësi të shohim edhe ty fillimisht, me këthy kamerën ka vetja, edhe me na dhun një koment, ti si e përjetove personalisht këtë finale, e cila faleminderit shumë se edhe ti e ndër ata figurat e shquara në stadium. E kam pak të vështirë si të dëgjoj, sepse telefonin tash e kam pak i lartë. Po. E kisha ofër peshin, por e të vetë ishte prezidenci ta përjetosh të atmosferën, të eksperiencë të kampionatin botror. Prita shumë më tepër se sa kaq, sepse teme ishte ndeshje që shkruan në një pjesë të fushës. Një kontore dominoi, nuk ishte çejnë sa të finalit të kampionatit botror. Atëherë Lindi, faleminderit shumë se e di që po ki vështërsime na dëgju, ishte kënaqësi që edhe njerë ishim bashkë në një lidhje direkte, unë përmenda më herët më letë lidhemi me ty në Amerikë se sa me kolegë tonë këtu, përgëzojmë realisht edhe për krejt punën që ke bujë gjatë gjithë këtij kampionati, një punë fantastike, edhe gjithmonë ke qenë me neve këtu në studio. I falenderoj shumë Olbiana për tërë punën dhe tuaj normalisht gjatë këtij kampionati botror. E di që nuk ka qenë lehtë të mbulohet, por themi se të gjithë së bashku ja kemi dalë në mënyrë më të mirë. Faleminderit shumë Lindi. Faleminderit Lindi, të përshëndesim dhe të presim sa më parë, sa më shpejt në Prishtinë. Më bëri përshtypje një gjë që e tha Lindi, e pam shumë indiferent Mesin, e pam Argentinën. Benja mendojnë që Argentina ishte e kënaqur me arritjen finale, pasi indirekt prej asaj që ka kuptova që e tha Lindi, nga jo paraqitje se çka ka pa, në një farë mënyre, po e konsideron që ata e kanë arrit atë se sakun e kërkuar. Kur Franca me nivelin teknik që e ka, ju kanë nështru lojës së Spanjës dhe ja kam shef topin shkurt, me thonë mësë zgjatë, atëre Argentina që është në nivelin teknik shumë inferior dhe futbolin që manifeston është ai futbolli i ndyt, i vrasht, brutal, me shumë dërhyrje të pa kontrolluar shpesh. Po, pra brutal, pa munges konsiderate në raport me kundërshtarin që teknikisht është perfekt. Nuk ka pas gjasa ndryshe me lujt. Prandaj maksimumi i Argentinës ka qenë kjo, me shku në finale dhe mu taku me Spanjë. Kushdo që lunë me Spanjën, Spanja definitivisht topin e man, i krijon raste dhe nuk e lejon, e kufizon kaq pak mundësi shënime që. Madje ben marrë në përgjithësi, ndoshta edhe me analizu në thellësi edhe në thjeshtësi, Argentina nuk ka qenë ekipi që ndoshta edhe ka meritu finalen.
po rruga e saj ka qenë asisoj, ka qenë e lehtë për më kualifiku, ndonë se fitoret i ka arrit gjithnjë në minutat e fundit, po në krahasim me kundërshtar që është përballë Spanja, ka qenë rrugë krejtësisht tjetër. Ndërka sa i përket ndeshjes sot mënyrën qysh me zgjedh, unë nuk mendoj që një trajner ka apo përgatit ndeshje që mu vlu keq. Po kundërshtarit ta imponon dhe ta dikton, dhe Spania është pikërisht që ky kundërshtar që t'imponon dhe dikton. Qoftë tempo, qoftë ritëm, qoftë mënyrë të lojës, qoftë aspekt taktik, e tjerë, dhe sot po bëhet fjalë për një kampion absolut në mënyrën më të mirë që është mostër dhe shembull jo vetëm për futbollistët që kanë marrë pjesë në botror, por edhe për vetë trajner dhe skema taktike, sepse në çdo kompeticion të tillë, e veçmash në botror, në fund nxirren konkluzione dhe njerëz studiojnë dhe marrin mësime edhe nga trajner, nga performanca e tyre e tjerë, dhe FIFA është e kujdesshme në këtë aspekt dhe i merr si mision dhe si mostër avancimet e kombëtarës, mënyrën e interpretimit lojës dhe krijon identitet për zhvillim të futbollit. Kujtohet Lumnic tash po flas diçka përvojë personale. 2008-ën, gjysmëfinalen e Evropianit, një analizë Spanjës e patëm bu, me posedim, me përqindje posedimit, pasimeve të sakta, kështu më radhë. Pra, tek atëherë ka ndalë kjo videoanaliza, statistika që te ne kam rrit dikur më vonë, dhe ulëmtimet kanë dëshmu që Spanja në atë kohë ka qenë superiore në raport me krejt kundërshtarë që në shëndeshtë. Topin e ka majt, i ka kriju raste ma shumë, goditi ka pas ma shumë në port, e kështu më radhë. Pra, nivelli futbollit shkon duke u perfekcionu në Spanjë, varet prej gjeneratës, po sidomos prej sistemit që instalohet në grupë mosha, në për klube, dhe se qëfar futbollist ata ndërtojnë. Na i gjykum me shumë konsiderat në aspektin fizik, dukja e tyre, po nivelli teknik i tyre, i futbollit, e intelektit, për lojën e futbollit është Duke në falë bend që po thom jeni të diskutu veç të Ulpiana. Duke në futbolist dhe... Ne e duam të bukurën, jo si ti. Unë du të shanë akord me ty. Unë s'po foli heq kur gjë. Veç për një me të vegjel shumë. Spanjol? Dhe diqy shumë nashta unë që mësu me këta ka një në 10. I djek djeli, atë një biza. Unë do të isha dakord me ato që e the për shkak të trajnerit edhe që imponohet loja, por Argentina nuk zbritin fushë thot heq. Dhe me thonë, këtu ka shumë hapësirë për kritika ndaj Scalonit, është besoj unë një ndër kryesorët. Kush me lujt kundër Rodrit? Hajtë kalzëm ti mu. Unë i nëmrova ma herët, ty Beni po i referosh Argentinës si me qenë do një kombëtare Venezuela, ose që po di, me Kalister, Enzo Fernandez. Është emen i malë, po aktualisht është ekip jo i malë, është ekip i rëndom. Kur po flasim për konkluzionet e Benit, kur po flasim për konkluzionet e Benit gjatë këtij kampionati, Elius Arbonin edhe Regjin, ti kemi momentet virale të Benit. Shkojmë. Parashikimet e Benit. Lumnica s'gjendet të virale kur. Kjo për diplomat. Pajtosh, Spanja në ta majnë topin, Franca jep golla. Qashtu ka me ndodhë, faktikisht. Jo që pajtohë unë. Atmosferma kolektive s'ka pas prej viteve të Franca, edhe shihet në rrezatim të Nuk ka pas probleme në fakt të Franca. Sidomos këtë vit janë shumë unik dhe secili feston golat, edhe mbrojtësat, po më edhe rezervistët, edhe trajnerët krejt janë bashkë edhe pësojnë edhe... Lumnic, a pëtëm finalen, mos më zgatë. Jo, jep në ati qëto këtë si krejt tjerë të vazhda. Finalja është Franca-Kolumbia. Finalja. Franca-Kolumbia. Kolumbia eliminon Zvicrën. Qefit kom gjaka me fitu këtë botrorin. Po Kolumbia e ka bu futbolin ma me intensitet këtë botrorin. Me një përshëndetje nga Granit Gjaka e përfunduam këtë video Beni. A ka ma mirë. Ka ke po të Kolumbia, vloja? Statistikat. E 3 ndeshjeve të para grupit. Statistika. Ndeshjeve të futbollit, jo të basketbollit. Dhe qëtiki vull për Kolumbin. Se o ka për bashkë të Kolumbia. Ka dull Kolumbia. Kemi ndërtu raportet mira. Bilaterale.
Vena të pëlqen me shku në Kolumbi. Kolumbi jo, Amerikë. Ambasador në Kolumbi e kësha që. Po. Evropianë më, pro-evropian edhe pro-amerikan. Edhe ata të Kolumbis, do me thonë, nuk jonë Ke befasu. Pinjeti, po. Po, qështu, si ti nuk kam Ka besu. impresionu. Fiks, i ke impresionu ata. S'kam besu. Ko me vazhdu me të nguc, do me thonë, se ti je kon baba i huqeve, po fillimisht po du mu lidh me kolegun ton Angel Bërbatovcin, i cili vjen direkt nga sheshi në Prishtinë. Angel, a ka fest në Prishtinë? Kush është kë? Më falni, a bën me thirë Angelin bre, se s'pedi kush është kë? A i riku. Sovnoj vetë. Kthehemi në studio, unë e tentova me u lidh me kolegun ton Angel Bërbatov, se nuk e di kush ke kë, po gjithsesi. Edhe si Beni ka prognozu që ka me. Për ju që nuk e dini të ndërruar. Edhe kë njerë ka me të flok për shkak prognozave. Prognoza e Angelit ka qenë që Ronaldo ka me fitu dhe ka mbet pa mjekrën e ti. Njët si Beni, edhe ai njët për huqjen. Njët për dituri futbolistike shumë. I famë. Qëre nuk ka të baj Lorik me dituri, sepse edhe Benin e kemi gëgja ekspert, po përveç ja huq kështë me parashikim. Që njeri ko pash me këto mi ek, flok nus mi ek. Ndërsa alumnicën e kemi shumë politikan, se ju që s'ja huq kështë mrapa kamerës, po është veç është politikan, ka i në politike dhe po din mund zërë në emision. Në në toka bre, i pa djallëzumën. E te, dhe me thonë, ku je njës me ato, hajtë dhe njerë për fillimit, këthejme me disa këthejet, Angele. Qa tha Spanja, tha e ma në topin, po Franca... Qa të thash sonë të leti tjeqë? Lej fore qa të sonë të... Kush të thash sonë të fiton? Lej fore të po... Tregoj shikuzve. Ti the sonë të masi me Argentina me 10 lojtarë, the Spanjën e kena kampion. Ben, 0-8, s'kam qenë unë. Lej fore... I që pajanis në ndeshja, Spanja është kampion e botës. Lutem mos në zërë, ku të met Franca që pat me dhonë gol. Shpia ka shku Franca. E qishti me asi për parashikime. A keni lyp parashikime? U kena lyp, po ti shka ty analisht... Qa me të botë jetë? Ti që 8 vjetë këtu une në këtë karik që 8 vjetë. Po kjo politikan, po nëzirët. Pra ndaj dole ofër ti? Qëre Bini, Po te ki? Bini, une kesh në Champions. Po. U është duka. U ktheva gjeta që të ti halot u jahu që është të. Nuk e di. U sonë të përbal ti. A dhe më ka dollë përbal. O këta podi, Pol, kish me qenë krenar me ty. Efekti karik është kë. Hajtë se po të lotash. Angel, apo na dëgjon. O, së është Angel e, i vlojve. Nuk e di, vlau, po më duke. Angel i ka ardhë. Na sësën. Përshëndetje, a je Angel Bërbatovci? Prezentoj ju lutë. Jo, së është të na dëgju, po më Na duke. të qënë. Nuk e di apo më dëgjoni, e nalen muzikën fatmirësisht se për një me volumi kërë shumë i nalt. Atmosfera ka qenë jashtë zakonshme këtu në sheshën Prishtinë. Ka pas ma shumë tifos të Argentinës. Kushtënimi ka qenë ma i madhë mes tifosve. Jo, nuk isha në mesin e tyre une. Fansi Portugalist dhe i Ronaldos për shijet në shtalë luku i ri. Po dash me po Argentinën në finale, po si në që tjetë atmosfera ka qenë jashtë zakonshme. Pritshmëritë për me fitu Argentina ka qenë shumë e madhe këtu në shesh, sa që ka që ditë, që shumë ka pas njerëz me fanelat Argentinës, sa s'kum pa me një vend s'paku këtu në Balkan. Kështu që të shprum dole në fund, patëm fansat Argentinës se thanë nuk e kemi prit një lojë kas të dobet ku për më shumë se 100 minuta nuk patën as një goditje në port. Si pas kësaj vazhdet kampionatit. Po dëgjoni, për momentin Ramosi, trofeun po e qënë tek vendi për me marrë Spanja. Ka tifos të Spanjës që kanë mbitur ende këtu, po të Argentinës kanë shku gjithë në shtëpi. Nuk e kanë prit që bile kemi një tifos Spanjës këtu, i cili ka qenë shumë i flakt, edhe ka shëllu rezultatin e sakt 1-0 se ku e ka ditë, ka me pyet për pak. Ama nuk po ka qef me dalë para kamere për me folë, thjesht po të me u shfasi tifosi i Spanjës. Dikur rrëth 3-4 vetë kanë qenë këtu, me të vërtet e kemi shiju për 5 javë kampionatin botror, edhe po uroj që spektakli futbollistik me vazhdu edhe viteve tashme me kaq ndeshje të kultura. Mirë.
Atëherë falenderojmë edhe Angelin me këtë lidhje direkte nga sheshi këtu në Prishtinë. Angelin me ftyrë të re, shiqërë s'ke dhona i farë prentimi beni, gjithsesi, në Teresa jemi duke ju afruar dhe fundit e emisionit dua dhe një koment nga gjithë këto. Petret, du me fillu me juve, shkurt një koment për këtë finale, për këtë kampionat, si e keni parë? Finale, Spania plotësisht e merituar titullin, kurse për shtypet e mia zakonisht unë jam në branshën ose në të gjykimit, të referimit. Si verson, po. Ka pas gabime në 104 ndeshje kur luhet 10.400 minuta, gabimet janë edhe njerëzore. Asnjë gjyqtar nuk e bën me qëllim. Shumë lehtë është për ne në shumë këndet kamerave ku i shohim situatat dhe japim vlerësim, kurse gjyqtarët i kanë qintat e sekondës të marrin vendim të drejtë apo të gabuar. Petret, a është ndihmu Argentina po jo? Mos e diskuto. Po ose jo? Gjithmonë është cilësu që Argentina është ndihmu deri në finale. Pa i bazë disa përshtypje ose raste që i kum pa unë, po. Ka qenë favorizuar në disa raste. Rasti më eklatant është penaltia për Egjiptin, që ka ekzistuar dhe nuk është referuar dhe nuk është ftuar vari, domethënë. Kurse tek shkelja që ka qenë Atje. në gjatë dërtimit të aksionit, fazës fillestare të dërtimit të aksionit, ka qenë distancë 80 metra dhe derisa ora golla është shku afër 17 sekonda, ajo është korrekte që është anulu golla. Sikur bisedum në edhe për para, sikur t'ishtë ndru drejtimi i topit, të kishin pas Argentina prezent dhe përsëri i shenu gole, aja aksion bjen, golli bjen dhe i shpranuar goli, kështu që me të drejtë është anuluar goli. Atëherë, erdhëm edhe deri në fund, nuk po mëjmë ju marë komentet, ju kena marë bëllë. Shkurt, një uru fitore në Andinit që e ka qëllu, edhe kampionin pa fillu, edhe Florioni këngëtari jonë që edhe dishka shkën, edhe finalen edhe Vincici fitusin. këtë lojë ka marrë $60.000, kurse në shtëpi shkon me $140.000. Pse? Se edhe ndeshjet tjera që ka pas dhe qëndrimi në Amerikë. Do më thonë, me $140.000, Vincici... A i meritoj me këtë gjykim në finale? Po, Ka meritu, okej? Ulbion, lem t'ja urojën në tifozit jashtë zakonshëm të Spanjës. 10 sekunda i është mali djali jem, ku ka të festu jashtë zakonisht shumë, është i të shpendun ma Spanjës. Urime mali, Andinit, Florionit që e kanë qëllu, bravo. Atëherë, urime tifozave të Spanjës, edhe Andi po besoj që erdhi momenti edhe ne ta mbyllim një tjetër natë që e shijuam ndeshjen deri me 1 pikë. I kemi tashmë edhe kampionët e botës, ndërsa i falenderojmë edhe shikuesit për vëmendje. Edhe po besoj kompeticionet e radhës botërore evropiane keni mi transmetu e s'ka me hek populli. Me kaq do e mbyllën emisionin, ne ju falenderojmë për vëmendjen dhe miru dhe qofshim.